Gjykata e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë së arrest në shtëpi duke liruar nga qelia 41 vjeçarin e Kerem Skureni, drejtuesin e automjetit që aksidentoi 3 të mitur disa ditë më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Para togave të zeza e Kerem Skureni kërkoi falje për familjarët e 3 të miturve që ai aksidentoi, ndërsa uroi atyre shërim të shpejtë. Ngjarja ndodhi me 25 qershor ku 3 fëmijë të mitur të moshave 9 dhe 11 vjeçare, duke lëvizur me 2 monopatina elektrike, kaluan rrugën me semafor të kuq. Në atë moment mjeti tip Renault i drejtuar nga Skureni dhe në shërbim të një kompanie private i përplasi. Të mitur mbetën të plagosur rënd dhe u dërguan me urgjencë në spital. 9 dhe 11 vjeçari që ishin në pavion kanë lënë ambientet e spitalit në gjendje më të mirë shëndetësore, ndërsa i mituri tjetër 11 vjeç vjo në gjendje të rënd shëndetësore në reanimacion. Ekspertiza rrugore konfirmoi se frenimi ndodhi me vonesë dhe nuk u shmang dot përplasja fatale. Kerem Skureni u arrestua pas ngjarjes dhe në seancën e zhvilluar të dielën, gjykata vendosi ta lërë në masën e arrestit në shtëpi për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Ngjarja ka trenditur opinionin publik dhe ka ngjallur debate mbi sigurinë rrugore, përdorimin e monopatinave nga të miturit, si dhe mungesën e përdorimit të kaskave mbrojtëse. Ndërkohë, edhe të dielën, një 17 vjeçar u përplas nga një makinë teksa lëvizte me monopatin pa kaska mbrojtëse. Policia për këtë rast ka vënë në hetim në gjendje të lirë shoferin e makinës, ndërsa 17 vjeçari ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.